Përshëndetje miq, ku ndodhemi në Padova, të Italisë, në Veneto, ku si shikoni shqiptarët janë ngritur kundra qeverisë Rama, kundra shitjes së pronave në Shqipëri, kundra çdo gjëje që në Shqipëri sot mungon, të filluar nga shëndetësia, nga uji, 24 orë që akoma nuk keni, nga ilaçet e skaduara, nga kushtet e tjera që janë më banale në për shkolla, shkollat e shkatruara dhe gjitha me radhë. Ja pra, çfarë ndodh sot? Këtu në Padova, në Milano, në Rom, në Parma, nesër do jemi dhe në Parma, në Athinë, në Gjermani kudo, në Amerikë, të gjithë shqiptarët e diasporës duhet të ngrihen dhe duhet të mbështesin bashkëdhetarët tanë në Shqipëri, sepse ne jemi pjesë e Shqipërisë dhe Shqipëria është e shqiptarëve. Ju përshëndes nga Padova.